Gazetari Ertan Hoxha jep një panoramë tronditëse të situatës politike dhe kriminale në vend pas zgjedhjeve të 11 majit. Sipas tij, fitoria e Edi Ramës ka dalë jashtë kontrollit, që krahasohet me përmasat e kanabizimit të vendit në vitin 2016. U ka dal nga kontrolli morbur, si hashashi 2016-s. Mendojnë se e kontrollojnë, po ku kontrollohet ajo? Edhe me votat kështu ndodhi. U habitën kur ju numërua në fund, si ka mundësi që shkoj kaq, thot Hoxha. Sipas tij, Rama e ka nisur projektin elektoral me një dysheme prej 74 deri 78 mandatesh, por ka përfshirë në skem zona kyçe si Elbasani, Fieri, Durrësi dhe Dibra, duke mobilizuar çunat e terrenit për të siguruar fitore. Kur bëri atë memorandumin e Kuçit, ai tha 78 deri 88 dhe theksoi diku në mes do t'jemi. Aty ku ishin mbledh çunat, Elbasani, Fieri, Durrësi dhe futi edhe Dibrën, qeshim se nuk qejmë dot, edhe ata vet nuk qeshin dot, tha ai. Gjatë bisedës, gazetari komentoi edhe përfshirjen e krimit të organizuar në zgjedhje, si dhe ndikimin e bandave pas operacionit të antimafjes italiane Ura në zonën e Durrësit. Ai përmend konkretisht grupin e Shkozetit, që sipas tij ishte për vite nën hije, por u rikthye fuqishëm në skenë përmes zgjedhjeve dhe bashkëpunimeve politike. U kristalizuan si grupi i Shkozetit. Nofka nuk shkon menjëherë, ajo lind në lagje me emrin e nënës të Dajos. Në këtë rast nisi si grupi i Shkozetit, pastaj filloi identifikimi, shpjegon gazetari. Sipas këtij fundit, sot bandat nuk janë më thjesht struktura të dhunshme, por investitorë, ndërtues dhe faktor politik që përcaktojnë fatin e zgjedhjeve. Madje disa prej tyre kanë bërë fushat nga burgu për të mbështetur politikanët që i kanë futur pas hekurave, përfundon gazetari.